nga një fotografi në një kryevepër persiane të përjetshme. Çdo familje ka një fotografi që tregon një histori të dashurisë, trashëgimisë dhe momenteve të paharrueshme. Imagjinoni ta shndërroni ato kujtim të çmuar bardhë dhe zi në një qilim persian të punuar me dorë, me cilësi muzeale. Çdo portret punohet me përpikëri me nyje të lidhura me dorë, ku mira nyje sjellin në jetë çdo shprehje, çdo detaj dhe çdo emocion. Më shumë se një riprodhim, ai bëhet një vepër unike e artit të bukur, duke ruajtur trashëgiminë e familjes suaj në një nga traditat artistike më të vjetra dhe më të respektuara në botë. Një qilim persian, portreti i punuar me dorë nga Daniel Bikas, është simbol i prestigjit, kulturës dhe mjeshtërisë së përjetshme. Ndryshe nga fotografitë e zakonshme, ai është krijuar për të qëndruar për breza, duke u shndërruar në një trashëgimi të çmuar familjare që kalon nga prindërit te fëmijët dhe mbart njëkohësisht vlerë emocionale dhe artistike.